Antarësia e Partisë Demokratike u thirr në referendum për të votbesuar Sali Berishën si kryetari i Partisë Demokratike. Përballë tij nuk pati rival, por Berisha i quan procesin legjitim dhe statutor. Për sa kohë sipas tij janë antarët që shprehin vullnetin përmes parimit një antar një vot. Në mënyrën më demokratike, referendare i shprehin besimin për kryetarin apo dhe kundër tij. Edhe në ditën e votimit, ish deputeti demokrat Ervin Saliani shprehu në rrjetet sociale pa kënaqësinë për procesin dhe revoltën e tij që nuk ishte përballë Sali Berishës në garë. Sipas postimit të Salianit, pati demokrat që shtuan emrin e tij në listën e votimit, por kjo gjetje e ish deputetit nuk impresionoi Sali Berishën, për të cilin çështja Saliani është kapitull politik i mbyllur. Përplitjet e një përfaqësuesi të botës krimit nuk mundet të përlyejnë këtë proces më demokrat në Shqipëri. Edhe për drejtues të tjerë të PD-s, votbesimi i Berishës është proces legjitim dhe se në mungesë të rivalëve nuk mund të shpikeshin të tillë. Po të kishte garë, do bënim garë, nuk ka referendum, i nënshtrohemi ligjeve të referendumit. Është sulmuar në mënyrë të paprecedent. Është lubuar për ta shpallur non grata. Ka pasur një izolim planetar sikur. Jo për herë të parë. Dhe ja ka dalë për të rikthyer përmes besimit të njerëzve. Demokratët votuan në qendrat e ngritura pranë 77 degëve të PD-s, ndërkohë që numri antarëve u bë ditur nga drejtuesja e Komisionit të Zgjedhjeve Vokshi. Janë thirrur për të votuar 51.737 antarë të Partisë Demokratike me të drejtë vota.